në orën 02:00 të ditës të sotme, sepse është aktualisht është ora 0:40, luhet ndeshja Meksika-Angli. Sigurisht mbas ndeshjes që pam në orën 22:00 datës 5 korrik Brazil-Norvegji, e cila përfundoi 1-2, tashi e ka rradhën Meksika-Angli që luhet 02:00. Një fakt shumë i rëndësishëm nga ajo që kam lexuar dhe kam pa në shumë rrjete sociale është se Meksika luan në një stadium që është 2300 metra mbi nivelin e detit dhe shumë ekipe kanë has vështirësi ke ai stadium. Unë personalisht normal jam për një kualifikim të Meksikës, aq më tepër që Meksika vjen në 4 ndeshje që nuk pëson asnjë gol. Prap është një mbrojtje e hekur. Por sigurisht këto janë disa fakte, por për ekipin anglez që ka super hyrje, ndoshta nuk s'do më ti të thotë kolo, çat thosh ti, nuk e vrasim menen, ne fitojmë, kualifikona dhe shnet. Por unë jam personalisht me Meksikën këtë ndeshje. Edhe kam shumë dëshirë ta shikoj, sepse më pëlqen shumë, sidomos këto ndeshje janë fantastike, por inshallah nuk më zë gjumi. Po më zoni gjumi, i shoh nesër ato çau boça so bo. Se flem dhe shpirt kena ne, nuk morëm miliona. Bëjmë këtë, shesim në i birë speciale, si që është Agustineri, punojmë, jetojmë, edhe kash. Do punojmë nëse s'dalem shpirtin në fush. Faleminderit shumë që jeni pjesë e kanalit tim në YouTube Kolkamshi.